Në kuadër të nismës Youth for Faith, të rinj dhe vullnetar nga organizata dhe institucione të ndryshme u bashkuan për pastrimin dhe mbrojtjen e Thethit, një prej destinacioneve më të veçanta të Alpeve shqiptare. Synimi i këtij aksioni ishte promovimi i ndërgjegjësimit mjedisor dhe angazhimi i qytetarëve në ruajtjen e natyrës. Pas Bregdetit të Velipojës, sot e ka radhën Thethi, mrekullitë e Alpeve të Shqipërisë. Ne jemi sot me Bashkinë Shkodër, Act for Shkodra dhe zonat të mbrojtura për të dhënë një mesazh sensibilizimi që ta duam qytetin ton dhe ta mbajmë të pastër atë. Sot ne jemi me gjithë të rit për të dhënë një mesazh që mos lëm asgjë pas, të shijojmë bukuritë e natyrës dhe mbeturinat t'i vëmë në vendin e duhur dhe t'i mbarim me vete. Gjithë bashkë për një qytet më të pastër dhe për një Shqipëri më të mirë. Në moton Natyra na dhuron, ne kujdesemi pjesëmarrësit kontribuan në pastrimin e zonës, duke dhënë një mesazh të fortë për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe ruajtjes së pasurive natyrore. Ky aksion nuk synon vetëm ndërgjegjësimin e të rinjve, por gjithashtu edhe për të dhënë një mesazh të qytetarëve të vendit për të mbrojtur mjedisin. Organizatorët falenderuan të gjithë të rinjtë dhe vullnetarët që u bashkuan kësaj nisme, duke treguar se kujdesi për natyrën është një përgjegjësi e përbashkët që nis nga secili prej nesh.